Një e vërtet që shumica e të moshuarve nuk e din. Shumë njerëz mendojnë se frutat janë gjithmonë të shëndetshme. Për të gjithë, në çdo moshë dhe në çdo sasi. Në reklama, frutat paraqiten si ushqim i përsosur. Plot vitamina, energji, freski, jetëgjatësi. Njerëzit 60, 70, 80 vjeç shpesh e shohin një mollë, një banane, një portokall, një gotë lëng frutash dhe mendojnë: nuk ka si të dëmtoj. Por e vërteta, sidomos biologjike, është shumë më e ndërlikuar. Kur trupi plaket, metabolizmi ngadalsohet. Pankreasi nuk prodhon insulin me të njëjtën efektivitet. Tretja dobësohet. Flora e zorëve ndryshon. Mëlçia lodhet dhe punon më ngadalë. Veshkat janë më të ndjeshme ndaj kaliumit dhe aciditetit. Zemra reagon ndryshe ndaj sheqernave të shpejtë. Ilaçet ndërhyjnë me çdo ushqim që konsumojmë. Kjo do të thotë një gjë shumë e thjeshtë. Frutat nuk janë më të njëjtë për trupin e një 30 vjeçari dhe një 70 vjeçari. Jo sepse frutat janë të këqija, por sepse trupi i të moshuarit e përpunon fruktrozën ndryshe, dhe sepse disa fruta mund të shkaktojnë rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak, fryrje akute, aciditet kronik, dhimbje barku, çrregullim të rrahjeve të zemrës për shkak të kaliumit të lartë, ndërhyrje me ilaçet e zemrës, tensionit dhe tiroides, lodhje pas ngrënies, për shpejtim të plakjes qelizore përmes dëmtuesve oksidativ kur fallen në tepric. Dhe pikërisht për këtë arsye, 99% të moshuarve nuk e kuptojnë se disa fruta që kanë ngrënë gjithë jetën, pa asnjë problem, tani fillojnë të krijojnë shqetësime që i atribuohen gabimisht moshës, stresit, lodhjes, ilaçeve, tensionit, zemrës, problemeve të gjumit. Shpesh, burimi është shumë i thjeshtë. Çfarë lloj frutash, çfarë sasie, çfarë momenti pa. Se frutat mund të shkaktojnë probleme pas moshës 60. 1. Rritja e ndjeshmërisë ndaj fruktozës. Pas moshës 60 vjeç, shumë njerëz zhvillojnë intolerancë ndaj fruktozës, ulje të prodhimit të enzimave të tretjes, rënje të kapacitetit të mëlçisë për të përpunuar sheqernat e thjeshtë. Kjo do të thotë se frutat e ëmbla, dikur të padëmshme, mund të çojnë në gazra, fryrje, diare, rritje të yndyrës së mëlçisë, rritje të dhjamit abdominal. 2. Sheqeri i frutave nuk është aq i pafajshëm sa mendojmë. Frutat nuk përmbajnë sheqer të zakonshëm. Ato përmbajnë fruktozë, glukozë, sukrozë. Fruktoza është më problematikja, sepse përpunohet vetëm nga mëlçia, shndërrohet më shpejt në yndyrë, rrit trigliceridet, shkakton lodhje dhe përgjumje pas ngrënies. Kjo është arsyeja pse njerëzit më të moshuar shpesh thonë: sapo ha një frut, më merret mendja. 3. Veshkat janë më të ndjeshme ndaj kaliumit. Shumë fruta janë të pasura me kalium. Nëse një i moshuar ka probleme me veshkat, tension të lartë, insuficiencë kardiake, ritme të çrregullta të zemrës, frutat shumë të pasura me kalium bëhen të rrezikshme në sasi të mëdha. 4. Ndërveprimi me ilaçet. Shumë fruta ndikojnë në efektin e statinave, ilaçeve të kolesterolit, ndërhyjnë me ilaçet e zemrës, zmadhojnë efektin e barnave për presionin e gjakut, rrisin aciditetin për pacientët me refluks, ndryshojnë thithjen e hormonit të tiroides. Prandaj një frut i pafajshëm, si grejpfruti, banania apo rushi mund të shkaktojë rrahje të çrregullta, marrje menç, presion të ulët, lodhje ekstreme. 5. Rënja e muskujve, sarkopenia. Frutat përmbajnë shumë sheqer dhe shumë pak proteina, yndyrë të shëndetshme, fibra të qëndrueshme. Në të moshuar, ngrënia e frutave në vend të vakteve ushqyese përshpejton humbjen e masës muskulore. Frutat problematike, që 99% të moshuarve nuk e vërejnë. Në këtë pjesë do të flasim ende për lista të detajuara. Ato do të vinë në 6 pjesët e tjera, por do të krijojnë bazën shkencore. 1. Frutat shumë të ëmbla. Bananet e pjekura shumë, rushi, fiq, hurmat, mangot, ananasi i pjekur shumë. Këto rrisin sheqerin në gjak më shpejt se një çokollatë e zakonshme. 2. Frutat shumë acide. Portokallet e forta, limonët, kivi, ananasi acid, fruta pylli të tharta. Të njerëzit me refluks shkaktojnë djegje, iritim, kollnate, ngjirje zëri.
3. Frutat me kalium të lartë. Bananet, avokadot, kivit, pjeshkët, kajsit. Për të moshuarit me veshka të lodhura. Kjo është shumë e rrezikshme. 4. Frutat që ndërhyjnë me ilaçet. Sidomos grejpfruti, shega, rushi, boronica e kuqe, cramberry. Këto ndikojnë në mënyrën si mëlçia shpërbën ilaçet. Si fillon problemi në moshë të avancuar. 7. Situatat më të zakonshme. 1. Ngrënia e frutave në mëngjes me stomak bosh. Kjo shkakton rritje të menjëhershme të sheqerit, rënje të energjisë pas disa orësh, uri të tepërt, lodhje. 2. Zëvendësimi i një vakti me fruta. Shumë të moshuar han vetëm fruta në darkë ose në drekë. Rezultati: rënje e muskujve, dobësimi i sistemit imunitar, shtimi i yndyrës rreth barkut, rritje e sheqerit. 3. Pirja e lëngjeve të frutave. Lëngu i frutës është sheqeri i pastër. Për njerëzit mbi 60-70 vjeç. Rrit rrezikun e diabetit. Dëmton mëlçinë, nxit shtim në peshë, shkakton lodhje. 4. Frutat pas darkës. Trupi i të moshuarit nuk e përpunon sheqerin natën. Kjo sjell gjumë të trazuar, djersitje, energji të ulët në mëngjes, urth, fryrje abdominale. 5. Frutat gjatë marrjes së ilaçeve. Kjo mund të ndryshojë efektin e tyre me 20-80 je. Frutat nuk janë të këqija për të moshuarit, por duhen zgjedhur dhe konsumuar ndryshe. Shumica e problemeve vijnë nga sasia, momenti dhe ndërveprimet me ilaçet. E vërteta që rrallë thuhet. Teksa vitet kalojnë, shumë njerëz mendojnë se frutat janë ushqimi më i sigurt në botë. Dhe është e vërtetë, ato janë plot vitamina, fibra, antioksidantë. Por kjo nuk ndryshon faktin se trupi i njeriut ndryshon rrënjësisht pas moshës 60-70 vjeç, dhe disa fruta, sidomos kur konsumohen gabim, në sasi të mëdha ose në kombinime të gabuara, mund të sjellin pasoja të dukshme në sheqerin në gjak, zemër, vesha, tretje, energji, gjumë, mëlçi, ilaçe. Kjo pjesë nuk synon të friksojë njeri, por të tregojë një realitet biologjik. Çfarë dikur ishte super ushqim, pas moshës së tretë mund të bëhet sfidë. Dhe kjo nuk është faji i frutave, është transformimi i trupit. Le t'i hyjmë tani 10 frutave më problematik për njerëzit mbi 60-70 vjeç. Arsyet shkencore dhe alternativat e sigurta. 1. Banania miku i të rinjve. Sfida e të moshuarve pse është problem. Bananet janë të pasura me sheqer të shpejtë, kalium shumë të lartë, fruktozë të tretshme e shpejtë. Dhe për një të moshuar, veshkat shpesh janë të lodhura. Zemra reagon ndaj kaliumit. Sheqeri rritet më shpejt. Tretja është më e ngadaltë. Ky kombinim shkakton rrahje të çrregullta të zemrës, lodhje pas ngrënies, fryrje, kapsëllëk në disa raste, diare në raste të tjera, rritje të menjëhershme të glukozës, marrje mendsh tek disa persona. Simptomat që shumë të moshuar i ngatërojnë me moshën. Gjumë i rënd pas dite, energji e ulët, rrahje zemre të çrregullta, presion i ulët, kërcitje muskujsh. Kush duhet të ketë kujdes? Diabetik, ata që marrin ilaçe për presionin, ata me probleme me veshkat, të moshuar që kanë aritmi, ata që pinë ilaçe me diuretik, alternativa të sigurta, moll të buta, dardha, kajsi të pjekura lehtë, manaferat në sasi të vogla. 2. Rushi, bomba e sheqerit të shpejtë. Rushi duket fruti ideal, por është një nga frutat me përmbajtjen më të lartë të glukozës dhe fruktozës në natyrë. Çfarë ndodh tek të moshuarit? Rritje e menjëhershme e sheqerit në gjak, lodhje e menjëhershme pas ngrënies, ëndje këmbësh nga ngarkesa e mëlçisë, probleme me ritmin e zemrës, gazra dhe fryrje. Rushi gjithashtu ka substanca që ndikojnë në metabolizimin e statinave, ilaçeve për kolesterolin. Tek disa njerëz, kjo shkakton dhimbje muskujsh, marrje mendsh, lodhje ekstreme. Kush duhet të kufizojë rushin? Diabetik, ata me yndyrë të lartë në mëlçi, persona me ilaçe kardiake, njerëz me probleme të tretjes. Sa është e sigurt? 3. 5 kokra, jo një tufë. 3. Portokalli DH agrumet, armat e acidit DH ndërveprimit e ilaçet.
Portokalli është frut dimëror shumë i përdorur, por ka dy probleme për të moshuarit. 1. Aciditet i lartë. Shkakton urdhë, refluks, djegje barku, kollnatën, ngjyrje zëri, kriza gastriti. 2. Ndërveprim me ilaçet, sidomos ilaçet e tiroides, ilaçet e zemrës, statinat, ilaçet kundër presionit. Acidi i agrumeve ngadalson tretin e këtyre ilaçeve dhe zgjat efektin ose e dobëson atë. Shenja paralajmëruese. Djersitje pas konsumit. Tension i ulët ose i lartë papritur. Shqetësim stomaku. Kërcitje barku. Keq trajtim gjumi. Kur është më i rrezikshëm portokalli? Në mëngjes me stomak bosh. Në darkë pas orës 18. Si lëng. Alternative më të buta. Mandarina e pjekur, jo shumë acide. Moll e pjekur në avull. Dar. 4. Lëngjet e frutave, sheqeri i lëngëzuar. Nuk ka rëndësi nëse është lëng portokalli, lëng mole, lëng karote, lëng shege, lëng i shtrydhur në shtëpi. Lëngu është frut pa fibra, pra sheqer i drejt për drejt. Tek të moshuarit shkakton rritje të menjëhershme të glukozës, lodhje, ulje të energjisë, shtim në peshë të barku, rritje të yndyrës së mëlçisë, goditje të insulinës, përkeqësim të diabetit. Se është më i rrezikshëm se fruti i plot, sepse një gotë lëng portokalli, 3-4 portokaj. Askush nuk ha 4 portokaj në një vak. 5. Fish të ëmbël, për të rënd për ëmbëlqin. Fiku është një frut i mrekullueshëm, por shumë i ëmbël për njerëzit me diabet, sëmundje të mëlçisë, yndyrë të lartë, probleme me tretjen. Fiku, fruktozë shumë e lartë, ngarkesë e fortë për pankreasin dhe mëlçin. Simptomat tek të moshuarit: fryrje, gazra, dhimbje të shpinës së poshtme, shpesh është mëlçia e lodhur. Rritje të sheqerit. 6. Hurmat, bomba kalorike e sheqerit natyral. 1 hurmë, 3 lugë sheqer. Tek të moshuarit: rrit sheqerin, shkakton djersitje pas ngrënies, sjell marramendje, rëndon mëlçin, lodh pankreasin. Hurmat janë shumë të mira për ata që bëjnë aktivitet fizik, por jo për njerëzit me diabet, tension, probleme zemre, probleme me veshkat. 7. Mango, superfruti e k, i përshtatet moshës. Ka shumë vitamina, por edhe shumë sheqer dhe shumë fruktozë. Mango shkakton rritje sheqeri, lodhje, probleme me tretjen, urdhë, gazra, fryrje abdominale. Në kombinim me ilaçe, ndërveprim. 8. Ananasi i shëndetshëm, për i pabes të të moshuarit. Ananasi është shumë acid dhe shumë i ëmbël. Tek të moshuarit shkakton djegje stomaku, rritje të aciditetit, probleme me refluksin, shqetësim gjatë gjumit, rritje të sheqerit, diare, kontraktime të muskujve nga bromelaina. 9. Kivi, acidi fort përrezor të ndjeshme. Kivi ka shumë vitamina, por është shumë acid, shumë irritues për stomakun e ndjeshëm, problematik për ata me refluks, kundërindikuar në disa ilaçe për gjakriedhjen. Shkakton shpesh diare, djegje barku, kontraktime të zorve, marramendje pas konsumit nga ulja e glukozës. 10. Grejpfruti, fruti ndërvepron në shumë ilaçe se herë tjetër. Grejpfruti duhet të jetë i shkruar me shkronja të mëdha për çdo person mbi 60 vjeç që merr ilaçe. Ai ndërhyn me statinat, ilaçet e zemrës, ilaçet e presionit, ilaçet e tiroides, disa antidepresant, disa ilaçe për alergjit, disa ilaçe për ritmin e zemrës. Mund të rrisë efektin e barnave deri në 300 e, duke krijuar presion shumë të ulët, risk aritmie, lodhje jashtëzakonisht të fortë, dhimbje muskujsh, probleme me frymarrjen. Grejpfruti është fruti më i rrezikshëm për të kombinuar me ilaçe, dhe shumica e të moshuarve nuk e kanë iden. Pse këto fruta bëhen problem të të moshuarit? 1. Sepse trupi nuk prodhon më mjaftueshëm enzima tretëse. Pas moshës 60-70 vjeç, prodhimi i laktazës, amilazës, lipazë bie ndjeshëm.
Kjo e bën shumë të vështirë tretjen e fruktozës. 2. Sepse pankreasi ngarkohet më shumë. Sheqeri i frutave kërkon insulin, pankreasi i lodhur, rritje sheqeri, lodhje. 3. Sepse mëlçia nuk punon si dikur. Mëlçia e të moshuarve shpesh ka yndyrë, inflamacion, ngadalësim metabolik. Fruktoza shndërrohet direkt në yndyrë. Kjo shkakton lodhje, probleme të tretjes, dhimbje barku dhe shtim të yndyrës rreth belit. 4. Sepse shumë të moshuar marrin ilaçe. Dhe këto ilaçe ndërveprojnë me agrumet, grapefruit, sugar. Së të përdoren këto fruta për risk. 1. Mos i hani në mëngjes me stomak bosh. Sheqeri ngrihet me njëherë. 2. Mos i kombinoni me ilaçe. Prisni 2-3 orë. 3. Mos i hani natën pas orës 18. Sheqeri i natës, probleme me gjumin. 4. Mos i hani si vakt më vete. Kombinojini me pak proteina ose arror. 5. Mos pini lëngje frutash. Vetëm frut i plot. Të moshuarit nuk duhet të braktisin frutat, por duhet i zgjedhin ndryshe, t'i hanë në mënyrë të kontrolluar, dhe të kuptojnë se trupi i moshës së tretë ka rregulla krejt të ndryshme metabolike. Në këtë pjesë fokusohemi te një faktor i heshtur që po dëmton miliona të moshuar. Frutat me indeks të lartë glicemik, të cilat rrisin menjëherë nivelin e sheqerit në gjak. Shumë të moshuar besojnë se fruta është fruta dhe se të gjitha janë të shëndetshme, por organizmi pas moshës 60 vjeç nuk funksionon si në rini. Metabolizmi ngadalësohet, pankreasi prodhon më pak insulin, qelizat janë më rezistente ndaj glukozës dhe çdo gabim i vogël ushqimor ka pasoja të mëdha. Prandaj, tani do të zbulojmë frutat që duken të pafajshëm, por në realitet mund të shkaktojnë fryrje barku, lodhje pas ushqimit, shtim peshe sidomos rreth belit, rrezik për diabet tip 2, inflamacion kronik, dhimbje kyçesh, ulje të energjisë në mëngjes. Të gjitha këto vijnë nga 3 frutat më problematike, kur konsumohen gabim dhe pa kontroll. Fruti problematik 1. Banania e pjekur shumëse është problem pas moshës 60 vjeç. Bananet shumë të pjekura kanë indeks glicemik shumë të lartë, sepse niseshtja e tyre është kthyer pothuajse e gjitha në sheqer. Kjo do të thotë se sheqeri futet menjëherë në gjak dhe jep pankreasit një goditje të fortë. Efektet tek të moshuarit. Rritje e menjëhershme e sheqerit, rënje e fortë pas 1-2 orësh, lodhje ekstreme. Rritje e yndyrës rreth belit, shtimi i oreksit dhe dëshirës për ëmbëlsira. Probleme me tretjen tek ata që vuajnë nga kapsllëku. Gabimi më i madh, të moshuarit e hanë në mëngjes me mendimin se banania të jep energji. Në realitet, ju jep energji të reme për pak minuta dhe pastaj jep rënjen më të fortë. Sa të rrezikshme janë. Nëse hani një banane shumë të pjekur, është e barabartë me të ngrënit një gotë me lëng sheqeri. Si mund ta bëni të sigurt? Zgjidhni banane pak të gjelbra, jo të buta. Hani gjysmën e një banane, jo të gjithë. Hani bashkë me ara, kikirik ose një kos, ul efektin në sheqer. Fruti problematik 2. Rushi. Rushi është super ushqim për rinin. Për të moshuarit, është një min sheqeri. Pse? Rushi përmban fruktozë shumë të lartë, sheqer që mëlçia e përpunon me vështirësi, pas moshës 60 vjeç. Çfarë ndodh në trup? Rritet shpejt sheqeri, rritet insulina. Mëlçia mbi ngarkohet, formon yndyrë. Rritet inflamacioni, sidomos te gjunjët dhe duart. Shtojmë peshë edhe kur ham pak. Simptomat pas ngrënies së rushit te të moshuarit. Djersitje, dhimbje stomaku, fryrje barku, zhurmë zorrësh, marrje mendsh të lehtë. Këto ndodhin se rushi i fermentohet shumë shpejt në stomak. Shumë të moshuar bëjnë këtë gabim, e hanë si snack të shëndetshëm, por rushi është sheqer i pastër, pothuajsi karamele natyrale. Sa është e lejuar? Vetëm 8-10 kokra, jo kutia e madhe që shumica hanë ndërsa rinë para televizorit. Si ta bëni më të sigurt? Hani së bashku me një burim proteinash. Kos i pa ëmbëlsuar, djath i bardh, pak ara. Fruti problematik 3. Shalqiri. Shalqiri është shumë freskues, por për të moshuarit ka 2 probleme madhore. 1. Indeks glicemik shumë i lartë. Futet në gjak me të njëjtin ritëm si një gotë Coca-Cola. Prandaj shkakton lodhje, marrje mendsh, djersitje, uri të shpejtë. 2. Ndikon në presionin e gjakut. Shumica e të moshuarve marrin ilaçe për tension.
Shalqiri bashkëvepron me presionin dhe ndonjëherë e ul shumë shpejt. Simptomat që duken të pafajshme, por janë alarm. Ndiheni më të lodhur pas se keni ngrënë. Ndjeni etje të madhe. Barku rëndohet. Zemra rreh pak më shpejt. Shumë njerëz mendojnë se janë lodhur nga vap, por shpesh është shalqiri. Pse keto fruta dëmtojnë vetëm pas moshës 60, sepse metabolizmi ngadalsohet. Rritet rezistenca ndaj insulinës. Pankreasi prodhon më pak insulin. Tretja është më e dobët. Mikrobet e zorëve ndryshojnë. Mëlçia lodhet më lehtë. Pra, një frut që ishte perfekt në moshën 30 vjeç, pas 60 vjeç mund të jetë i rrezikshëm. Së ti zëvendësoni keto fruta për rrezik. Zëvendësoni me fruta. Moll jeshile, boronica, mëra, portokaj të vegjël, dardh e fortë, pjeshk, jo shumë e pjekur. Këto nuk shkaktojnë rritje drastike të sheqerit dhe janë të pasura me fibra. Shumë të moshuar besojnë se frutat janë 100 të mira për shëndetin, pavarësisht llojit, por pas moshës 60-70 vjeç, trupi fillon të reagojë më ndryshe ndaj sheqerit, aciditetit dhe përbërjeve të caktuara që gjenden në fruta. Kjo pjesë zbulon 4 frutat që shpesh duken të pafajshëm, por në prapasken rrisin tensionin e gjakut, irritojnë zemrën, shkaktojnë aritmi të lehta, dëmtojnë mëlçin, rëndojnë veshkat, krijojnë gazra, fryrje dhe inflamacion, shkaktojnë urinim të tepërt dhe dehidrim. Dhe më e keqja, 99% të moshuarve nuk e dinë se këto fruta mund të jenë të rrezikshme vetëm për moshat e tyre, jo për të rinjt. Le t'i zbulojmë një nga një. Fruti 1, grejpfruti, gjatë DH për plasje e ilaçet. Pse është i rrezikshëm? Grejpfruti është fruti më problematik për njerëzit mbi 60 vjeç që marrin ilaçe. Përmban përbërjen furanokumarin, e cila bllokon enzimat që shkatërrojnë ilaçet në mëlçi. E çon dozën e ilaçit në gjak shumë më lart. Mund të shkaktojë efekt ansor fatal. Cilat ilaçe ndikon? Grejpfruti ndërhyn me më shumë se 100 lloje medikamentesh, sidomos ilaçet për tension, ilaçet për zemrën, statinat kundër kolesterolit, disa ilaçe për ankthin, disa antibiotik, ilaçet për dhimbje të kyçeve. Efektet që mund të ndodhin te të moshuarit: marrje menç, rrahje të çrregullta të zemrës, lodhje e tepruar, rënje të presionit, rritje të rrahjeve të zemrës, dhimbje muskujsh, dëmtim i mëlçisë. Shumë mjek e konsiderojnë grejpfrutin si ushqimin më të rrezikshëm për të moshuarit që marrin ilaçe. Fruti 2, mango, bomba e sheqerit, ndotja acidike. Mango është e shijshme, por për të moshuarit kombinon 3 gjëra të rrezikshme. 1. Sheqer tepër i lartë. Një mang përmban sa sheqeri i 3-4 mollëve së bashku. Për mëlçinë e lodhur dhe pankreasin e dobësuar, është një goditje e fortë. 2. Aciditet që irriton stomakun. Veçanërisht problem për gastrit, refluks, ulqera. 3. Fruktozë që dëmton mikrobet e zorëve. Tek të moshuarit kjo rrit fryrjen, shkakton gazra, rëndon tretjen, irriton kolonin. Simptomat që shfaqen shpesh pas moshës 60. Ndjeni djegje në stomak, gjumë i rënduar pas ushqimit, lodhje e pazakont, dhimbje koke, këmbë të fryra nga mbajtja e ujit. Fruti 3, ananasi, shokacit, enzima agresive. Shumë mendojnë se ananasi ndihmon tretjen, por tek të moshuarit efekti është i kundërt. Pse? Ananasi ka përbërje shumë të fuqishme të quajtur bromelain, e cila dëmton qelizat e mishit të gojës tek njerëzit e ndjeshëm. Rrit aciditetin në stomak, rrit rrezikun e irritimit të zorëve, shkakton diare ose dhimbje barku. Probleme tek të moshuarit: ndryshim i rrahjeve të zemrës nga kaliumi i lartë, ulje e presionit, irritim i stomakut, acarim i mëlçisë së lodhur. A është ndaluar për të rinjt? Jo, por për të moshuarit bëhet problem sepse stomaku ka më pak mbrojtje. Mëlçia vjetërshtohet. Zorët janë më delikate. Presioni dhe zemra janë më të ndjeshme. Fruti 4, citro. Kumbullat e kthjellta, laxativ i fshehtë. Citro është frut i njohur për efekt laksativ, por te të moshuarit
Ky efekt bëhet i tepërt dhe i rrezikshëm. Problemet që shkakton: humbje elektrolitesh, ulje energjie, dhimbje barku, diare, dehidrim, rritje të presionit kur trupi humb sasi të madhe uji. Pse ndodh kjo? Sepse qitro ka acide natyrale shumë të forta që irritojnë zorët, shtojnë peristaltikën, nxisin jashtëqitjen e shpejtë. Tek një njeri i ri, kjo mund të mos jetë problem, por tek të moshuarit e dobëson trupin dhe ndërhyn me ilaçet e tensionit. STS dëmtojnë këto fruta. 1. Konsumojini vetëm në sasi të vogla. Mango, 3-4 feta ananasi, 1 qitro e vogël. 2. Kombinojini me proteina ose fibra. Kosi, farat chia, arat ulin rritjen e sheqerit. 3. Mos i hani me stomak bosh. 4. Shpëlajini gjithmonë me ujë pas konsumit për të ulur acidin. 5. Nëse merr ilaçe, shmang grejpfrutin plotësisht. Shumë njerëz mendojnë, frutat nuk dëmtojnë asnjëherë, por pas moshës 60-70 vjeç, disa fruta shndërrohen në ushqime që kërkojnë shumë punë nga veshkat, shumë filtrim nga mëlçia dhe shumë kontroll nga zemra. Nëse këto fruta konsumohen gabimisht, rrisin acidin oksalik, krijojnë ngarkesë të tepërt të kaliumit, lën depozita kripe të veshkat, shkaktojnë edem, ënjtje këmbësh, nxisin presion të lartë, prekin ritmin e zemrës. Le të analizojmë një nga një frutat më problematik për veshkat dhe zemrën tek mosha e tretë. Fruti 1 kivi, kalium i lartë, acidi fort. Kivi duket i shëndetshëm, por për të moshuarit me tension të lartë, probleme me zemrën, veshka të ndjeshme, marrje ilaçesh diuretike. Kivi është një problem i madh. Pse? Kivi ka nivel shumë të lartë kaliumi. Në moshë të re, trupi e përpunon pa problem, por tek mosha 60-90 vjeç, sidomos të ata me veshka të dobëta, tepër kalium, ngadalson rrahjet e zemrës, shkakton aritmi, rrit rrezikun e arresti kardiak, rëndon funksionin e veshkave. Simptomat paralajmëruese: mpirje duarsh, ndjesi pickimi, çrregullim i ritmit të zemrës, presion i lartë pas ushqimit, ndjenje e çuditshme në gjoks. Shumë të moshuar mendojnë se kivi ndihmon tretjen, por shpesh u shkakton irritim të stomakut dhe djegje acidike. Fruti 2, avokado, bomba e kaliumi. Avokado është një super ushqim për të rinjt, por një rrezik i fshehtë për shumë të moshuar. Pse është problem? Vetëm një avokado ka më shumë kalium se një banane shumë e madhe. Nëse një i moshuar ka insuficiencë renale, tension të lartë, probleme kardiake, merr ilaçe beta blokuese, atëherë tepër kalium nga avokado mund të shkaktojë ngadalësim të zemrës, presion të paqëndrueshëm, veshka të lodhura, lodhje ekstreme, rrahje të çrregullta. Shumë mjek i paralajmërojnë të moshuarit që të mos teprojnë me avokado, por pak e din pse. Kaliumi është shumë i rëndësishëm për trupin, por shumë i rrezikshëm kur grumbullohet. Fruti 3, pjepri, ngarkesë e sheqer presion. Pjepri është freskues, por tek të moshuarit krijon ngarkesë të madhe për veshkat. Shtim të urinimit, veshkat punojnë dyfish. Ulje elektrolitesh, lodhje, presion të ulët të rrezikshëm, rritje sheqeri. Për të moshuarit që marrin ilaçe për tension ose diuretik, pjepri ul presionin shumë, rrit rrahjet e zemrës, krijon ndjenjë dobësie. Simptomat që shfaqen shpesh: dridhje trupore, djersitje e ftohtë, lodhje e menjëhershme pas ngrënjes, fryrje e barkut, urinim i tepërt natën. Pjepri është i rrezikshëm sidomos në darkë. Shumë njerëz mendojnë se po han diçka të lehtë, por në të vërtetë i dëmtojnë veshkat. Fruti 4, papaja, ndryshon tretjen tek të moshuari. Papaja njihet si frut tretës, por tek njerëzit mbi 60 vjeç shpesh. Irriton zorët, shkakton dë, lodh trupin, ul nivelin e natriumit, ndërhyn me disa ilaçe të stomakut. Në moshë të re, papaja është e dobishme. Në moshën e tretë, shpesh është problem. Fruti 5, portokalli shumë i pjekur, acid sheqer, inflamacion. Portokalli i pjekur shumë ka sheqer të lartë, aciditet të lartë, humbje të fibrave që mbrojnë zorët. Për të moshuarit, kjo do të thotë djegje stomaku, presion i ngritur,
rrahje të shpejta zemre, fryrje barku, irritim i zorëve, urdh, sidomos kur konsumohet në formë lëngu. Gabimi më i madh, të moshuarit pinë lëng portokalli në mëngjes. Kjo rrit sheqerin menjëherë dhe jep lodhje për gjithë ditën. Fruti 6, kumbulla e thatë, sheqer i koncentruar, lëvizje e tepërt zorësh. E përdorim për kapsullëk, por tek të moshuarit, ul natriumin, dehidron trupin, krijon dhimbje barku, prek tensionin, ngarkon veshkat, rrit rrezikun e rënjes së presionit. Kumbullat e thata janë laksativ i fortë dhe shpesh kundërproduktive. Fruti 7, fiq, fruktozë e lartë o gjallat. Figat kanë shumë oksalate, krijojnë gur në veshka. Shumë të moshuar i hanë çdo verë dhe çuditen pse ushtohet. Dhimbja e shpinës, dhimbja e barkut poshtë, urinimi me djegje, vështirësi te veshkat. Figat janë një ndër frutat më problematik kur konsumohen shumë. Kush rrezikohet shumë aga këto fruta? Të moshuarit që marrin ilaçe për tension, të moshuarit me diabet, të moshuarit me probleme të zemrës, të moshuarit me edem, këmbë të fryra, të moshuarit me veshka të dobëta, të moshuarit që pinë pak ujë, të moshuarit që hanë shpesh fruta me stomak bosh. Së të shmangen rreziqet. Mos i konsumoni këto fruta çdo ditë. Hani në sasi të vogla. Kombinojini me burime fibrash, ara, chia. Mos i konsumoni në darkë. Pini ujë pas konsumit. Nëse merr ilaçe, pyesni mjekun, sidomos për kivi, avokado, grapefruit. Shumë të moshuar e lidhin dhimbjen e gjunjëve, të belit apo të duarve me moshën, por shpesh shkaku kryesor është ushqimi, dhe sidomos frutat që rrisin glicemin, rrisin acidin në gjak, prishin florën e zorëve, shkaktojnë fermentim, dërgojnë sinjale inflamatore në nyje. Këto frutat nuk janë të këqija për të rinjt, por për një trup mbi 60 vjeç, me metabolizëm të ngadalësuar, zorë më të ndjeshme dhe mëlçi të lodhur, këto fruta bëhen problem. Tani zbulojmë frutat më inflamator për moshën e tretë. Fruti 1, domatja, është frut inflamacion të kyçet. Shumë të moshuar çuditen kur u thuhet se domatja është frut, por edhe më shumë çuditen kur zbulojnë se domatja shkakton dhimbje nyjesh. Pse? Domatja është pjesë e familjes Nikshade që përmban solane, lektina irrituese, acide që rrisin inflamacionin. Këto substanca tek moshat mbi 60 vjeç shpesh irritojnë zorët, rrisin inflamacionin sistemik, shkaktojnë dhimbje të gjunjët dhe duart, ndikojnë te artriti. Simptomat klasike tek të moshuarit: mëngjes me nyje të ngurta, dhimbje të gishtave, dhimbje të gjurit pas ngrënjes, djegje në duar. Shumë të moshuar raportojnë përmirësim brenda 5-7 ditësh kur e heqin domaten. Fruti 2, qershit e ëmbla, fruktozë e lartë, dhimbje kyçesh. Qershit janë të shijshme, por kanë sasi shumë të lartë fruktoze. Fruktoza e tepërt tek të moshuarit rrit acidin urik, rrit inflamacionin, shkakton ngurtësim nyjesh, nxit dhimbjet e duart dhe gjunjët, sidomos tek ata që vuajnë nga artriti, gota, dhimbjet e shpinës, dhimbjet e këmbëve. Gabim i zakonshëm: të moshuarit han 2-3 grushta qershi para të vës. Kjo rrit sheqerin dhe acidin urik në mënyrë dramatike. Fruti 3, kumbulla e kuqe, shok acidik, fermenim. Kumbullat janë frutat më problematik për stomakun e të moshuarve. Pse? Aciditet i lartë, fermentojnë shumë shpejt, irritojnë zorët, çojnë në inflamacion sistemik. Në moshën e tretë, kur bakteret e mira janë më pak, kumbullat krijojnë gazra, rrisin fryrjen, inflamojnë stomakun, përkeqësojnë dhimbjet e belit dhe gjunjëve. Fruti 4, rushi i zezë, aga fruktoza deri te stomaku. Edhe pse rushi i zi ka antioksidant, për të moshuarit me zorë të ndjeshme është një problem serioz. Pse? Ka shumë fruktozë, ka shumë lëng, fermentim i shpejt, ka lëkurë të fortë që irriton kolonin. Kjo kombinon 3 gjëra: gazra, inflamacion, dhimbje të nyjeve. Shumë të moshuar raportojnë se rushi i zi u shkakton dhimbje të shpinës ditën tjetër. Kjo është nga inflamacioni. Fruti 5, shega e pjekur shumë acid fara. Shega është super ushqim, por jo për çdo moshë.
Pse problem për të moshuarit. Rrit aciditetin e stomakut. Farat irritojnë zorët. Shkakton inflamacion të lehtë. Rrit gazrat. Rrit presionin e ngritur. Te moshat mbi 60 vjeç shpesh krijon endotoksina që qarkullojnë në gjak dhe irritojnë nyjet. Fruti 6, aronia dh, boronicat e errta, sasi të madhe. Këto fruta janë të mrekullueshme, por duhet konsum shumë i vogël, sepse janë shumë të tharta. Irritojnë stomakun. Shkaktojnë ngërçe. Rrisin aciditetin në trup. Kur konsumohen shumë, prodhojnë inflamacion të fshehtë, sidomos te ata me artrit. Fruti 7, lëngjet e frutave, armiku një JS. Jo lëngu i një fruti, por çdo lëng frutash, madje edhe pa sheqer të shtuar. Pse? Sepse fibra humbet. Sheqeri futet direkt në gjak. Rrit insulinën. Rrit inflamacionin. Rrit presionin. Irriton nyjet. Lëngu i frutave është një nga ushqimet më plagëse për një trup mbi 60 vjeç. Pse këto fruta shkaktojnë inflamacion vetëm tek mosha e tretë, sepse pas moshës 60-70 vjeç, metabolizmi bie. Tretja dobësohet. Mikrobioma e zorëve ndryshon. Trupi prodhon më shumë citokina inflamatore. Qelizat rigjenerohen më ngadalë. Nyjet humbin lubrifikimin. Sistemi imunitar bëhet më reaktiv. Pra, gjithçka që irriton stomakun, çon sinjale inflamatore në nyje. Ky është mekanizmi që lidh frutat me dhimbjet. Së të ulni inflamacionin, për të moshuarit rekomandohen moll jeshile, pjeshk jo shumë e pjekur, portokall i vogël, dardh e fortë, boronica të freskëta, jo lëng, mjedër, kivi në sasi shumë të vogla, për ata pa probleme me kaliumin. Rregullat e arta për TS, kë inflamacion aga frutat. Mos konsumoni fruta me stomak bosh. Mos hani fruta pas darkës. Mos kombinoni fruta të tharta me fruta të ëmbla. Kufizoni frutat me shumë fruktozë. Mos konsumoni më shumë se 2-3 lloje frutash në ditë. Shmangni lëngjet 100 e frut. Alet më të mira. Moll jeshile, boronica, dardh, pjeshk e fortë. Gjatë pjesëve të mëparshme kemi zbuluar frutat që rrisin sheqerin dhe inflamacionin, banania, rushi, shalqiri. Frutat që ndërhyjnë në zemër dhe ilaçe, grepfruti, mango, ananasi. Frutat që ngarkojnë veshkat dhe shkaktojnë gur, kivi, avokado, pjepri. Frutat që shkaktojnë dhimbje nyjesh dhe inflamacion kronik, domate, qershi, kumbulla, rushi i zi, shega. Tani është momenti për t'i mbledhur të gjitha në një listë të qartë dhe për t'u dhënë të moshuarve udhëzues praktik për të zgjedhur frutat e përditshme. Frutat të rrezikshme për mosha 60. Frutipse është i rrezikshëm banania shumë e pjekurit sheqerin dhe yndyrën rreth belitrushi fruktozë shumë e lartë, inflamacion. Lodhje shalqiririt sheqeri me njëherë. Presion dhe lodhje mango shumë e pjekur aciditet dhe sheqeri lartë. Irritim stomaku ananas enzima bromelain irriton stomakun dhe nyjet grepfrutin ndërhyn me ilaçe të zemrës dhe tensionit kivi kalium i lartë. Rrit rrahjet e zemrës të moshuarit me veshka të dobta avokado kalium shumë i lartë. Ngarkesë zemre dhe veshka shpepri ngarkesë uji. Lodh veshkat. Presioni ulët papaja irriton zorët dhe stomakun të moshuarit domate shkaktojnë dhimbje nyjesh, nikshade, që shitërisin acidin urik dhe inflamacion nyjesh kumbullat fermentimi shpejt, gazra dhe inflamacion rushi i zi fruktozë dhe lëkur që irriton koloni shega shumë e pjekur aciditet, farat irritojnë zordën. Frutat ërtë sigurta për mosha 60. Frutipse është i sigurt molla jeshile sheqeri kontrolluar, fibra. Tretja e mirdardha e fort aciditet i ulët. Tretja e lehtë pjeshka, jo shumë e pjekur fruta e lehtë. Sheqeri moderuar boronica antioksidant. Inflamacion minimal mjedër fibra dhe sheqeri i ulët manafer antioksidant. Inflamacion i ulët portokalli i vogël konsum i moderuar, vitamins. Rregulli i artë. Nëse nuk jeni të sigurt për një frut, hani vetëm një copë të vogël dhe kombinoni me fibra ose proteina, kos, ara, farat chia. Splani ditor i frutave për mosha 60. Ky plan është një shembull të sigurt dhe ushqyes, i bazuar në frutat e sigurta dhe sasinë e rekomanduar. Mëngjes. Moll jeshile, dardh, një lug ara ose kos natyral pa sheqer. Snack pas mëngjesit. 5-6 manafera ose boronica. Një got ujë. Dreka. Sallat me pjeshk jo shumë të pjekur. Proteina, pul, peshk, vezë. Snack pas dreke. Një mjedër, disa fara chia ose bajame. Dark. Portokall i vogël ose disa boronica.
Mos hani fruta me stomak bosh. Konsumoni pas darkës një orë më vonë, jo me njëherë. Dë këshilla të tjera praktike. Shmangni lëngjet e frutave, 100 i të bërë në fabrikë. Mos kombinoni fruta të ëmbla me fruta të tharta në të njëjtën vakt. Pini ujë gjatë gjithë ditës për të ndihmuar tretjen dhe filtrimin e veshkave. Konsumoni fruta të freskëta, jo të thata ose të pjekura shumë. Hani fruta gjithmonë me proteina ose fibra për të ulur rritjen e sheqerit. Përfundim, mënyra për të mbetur energjik. Të shëndetshëm, dëhë të rinovuar pas moshës 60. Zgjidhni frutat e sigurta, shmangni frutat e rrezikshme. Ndjekja e këtij plani ndihmon trupin të shpërndajë energji, të ulë inflamacionin, të mbajë peshën dhe zemrën të shëndetshme. Kujdesi me frutat nuk është kufizim, por strategji për të jetuar më gjatë dhe më mirë.